Nëse ka një vend në Shqipëri ku toka flet, era përshpërit dhe qielli duket sikur hapet drejt diçkaje më të madhe se vetë njeriu. Ai është mali i Tomorit. Në zemër të Shqipërisë, midis luginës së Beratit dhe thellësive të Skraparit, ngrihet një mal që nuk është thjesht një formacion gjeologjik, por një simbol i misterit, besimit dhe historisë. Në dukje, një mal si gjithë të tjerët, shkëmbinj, dëbor në maj, pyje e burime. Por brenda tij, shqiptarët besojnë se fshihet një forcë e vjetër sa vetë historia. Një vend ku hynit kanë banuar, ku betimet marrin peshë dhe ku as teknologjia moderne zguxon të fluturojë. Këtu, legjenda dhe realiteti përzihen aq shumë, sa është e vështirë të dallosh ku mbaron njëra dhe fillon tjetra. Mali i Zotave. Që nga koha e pellazgëve, mali është konsideruar i shenjtë. Në mitologjinë shqiptare, Baba Tomori është një figurë e përjetshme, një plak me mjekër të bardhë që udhëton mbi re i shoqëruar nga 4 shqiponja të zeza. Kur njeriu bën padrejtësi, thuhet se Baba Tomori zbret nga mali, me shpatë në dorë për të ndëshkuar fajtorët. Në folklor, ai nuk është thjesht perëndi, por vetë drejtësia e natyrës. Dhe në çdo cep të vendit, njerëzit ende betohen për atë Tomor, si një formë e vjetër lidhje me diçka hyjnore. Tempulli i lashtë i Dodonës. Ka nga ata që besojnë se mali i Tomorit është më shumë se një simbol shpirtëror, ai mund të jetë tempulli më i vjetër i civilizimit evropian. Disa studiues e lidhin me orakullin e famshëm të Dodonës, vendi ku njerëzit kërkonin përgjigje nga Zoti përmes erës dhe gjetheve të lisave. Në një dokumentar investigativ, gazetari Marin Mema përshkruan rënoja dhe format e gurve që ngjajnë me tempujt e lashtë të pellazgëve. Sipas tij, ndoshta Dodona e vërtet nuk ka qenë kurrë në Greqi, por këtu, në zemër të Shqipërisë. Një ide që, nëse provohet, do ta kthej malin e Tomorit në një nga qendrat më të lashta të besimit njerëzor në Europë. Misteri i dronëve që ndalen në ajër. Në vitet e fundit, shumë eksploruese turistë kanë raportuar diçka të pazakontë. Dronët që dështojnë të fluturojnë mbi majën e Tomorit. Pajisjet fiksen, sinjalet humbasin, dhe videot ndalen papritur, pa asnjë arsye teknike të qartë. Njerëzit e zonës thonë se është energjia e shenjtë e malit, që nuk lejon të fotografohet nga sipër. Shkencëtarët flasin për fusha magnetike ose interferenca natyrore, por për banorët, kjo është shenjë që Tomori mbron sekretet e tij. Gazetari Blendi Fevziu, gjatë një reportazhi në këtë zonë, ka rrëfyer se ekipi i tij nuk arriti të ngrejë dronin. Pajisja fiket sapo afrohet e maja. Jam në parkun kombëtar të malit të Tomorit, po ka një fenomen shumë çuditshëm që nuk e shpjegon dot askush dhe nuk e di nëse dikush nga ndjekësit mund ta shpjegojë. E shihni atë pyll aty. Menjëherë sapo kalon këtë pyll, është një pllaj e tërë që sipërfaqja duket si sipërfaqe hënore dhe aty nuk ngrihet asnjë dron. Kam provuar gjithë paraditën sot të ngret dronin për t'i bërë një pamje malit Tomorit me dron, nuk ngrihet. Më thanë që asnjë dron nuk ngrihet. E kam provuar shumë turistë, e kam provuar shumë persona që vinë për të ngjitur, e ka provuar ushtria, më thanë, dhe policia, droni nuk ngrihet. Nuk ka bllokues valësh, thjesht duhet të ketë ndonjë lloj fushe magnetike që nuk e lejon ngritjen e dronit. A është normal si fenomen dhe a di dikush i cili merret me këtë gjë, pra që ka studiuar se pse droni nuk ngjitet, pra nuk ngrihet në një pjesë të malit të Tomorit, në një pllaj të malit të Tomorit. Në gjithë zonat e tjera ngrihet normal. Poshtë e perla e Tomorit, në anët e tjera, edhe në këtë pjesën këtu mbrapa, mund ta ngresh në mënyrë spektakolare. I vetmi vend ku nuk ngrihet është ai atje mbas këtyre pishave. Tyrbja e shenjtë e Abaz Aliut. Në majën jugore të malit, 2417 metra mbi det, ndodhet tyrbja e Abaz Aliut, një nga vendet më të shenjta të bektashizmit botëror. Çdo vit, në datat 20 deri 25 gusht, mijëra besimtar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe diaspora, gjiten në këmbë drejt majës. Disa mbartin qirinj, të tjerë flijime, të tjerë vetëm shpresën për shërim. Aty, në yjet e natës, njerëzit flen mbi tokën e shenjtë dhe luten për një jetë më të mirë. Por pelegrinazhi i Tomorit nuk është vetëm fetar, është një udhëtim drejt vetes. Shumë ndjenë se në maj, për disa sekonda, humbasin ndjenjen e kohës dhe trupit sikur diçka përtej nesh është vërtet e pranishme. Simboli i gdhendur, sekreti i lashtësisë. Në anën lindore të malit, pra një zone të quajtur qafa e kulmakut, janë zbuluar disa gdhendje të çuditshme në gur, njëra prej të cilave ngjan me stemën e natos. Një yll brenda një rrethi. A është rastësi, apo trashëgimi e një kulture shumë më të vjetër që njihte gjeometrinë e shenjtë?
Disa studiues thonë se këto forma përfaqësojnë lidhjen midis qiellit dhe tokës, ndërsa të tjerë mendojnë se janë shenja rituale astronomike, të përdorura për të ndjekur lëvizjen e yjeve. Në çdo rast, mbetet një mister i gjallë. Pse ndodhen vetëm në Tomor dhe askund tjetër në Shqipëri? Piramida e fshetë nën Tomor. Në disa portale e forume të viteve të fundit, është përhapur ideja se në malin e Tomorit ndodhet një strukturë piramidale, e ndërtuar shumë shekuj më parë. Disa e lidhin me qytetërime të humbura, të tjerë me përkime gjeologjike të natyrshme. Thuhet madje se NASA ka analizuar përmes imazheve satelitore formën e malit për shkak të anomalisë magnetike që prodhon. Megjithse kjo nuk është konfirmuar, por ajo që dihet me siguri është se nën tokë ndodhen qindra shpella dhe galeri, disa prej të cilave ende nuk janë eksploruar plotësisht. Çfarë fshihet atje poshtë? Një thesar, një faltore, apo ndoshta vetë legjenda që kërkon të mbetet e fshehtë? Kulti i Baba Tomorit, Zoti i maleve. Baba Tomori nuk është vetëm mit. Ai është pjesë e identitetit shqiptar. Në këngë popullore, në betime, në legjenda, ai përmendet si ati i Shqipërisë. Thuhet se kur Zoti krijoi botën, vendosi Tomorin si roje të tokës shqiptare. Kur vjen stuhia, banorët thonë: "Po flen shqiponjat e Baba Tomorit. Ku ndodhe mira?" thonë: "Baba Tomor bekoi vendin." Ai është simboli që lidh natyrën me shpirtin, një kujtesë e gjallë se edhe përtej besimeve, ekziston diçka e përbashkët që na bashkon. Legjenda e Tomorit dhe Shpiragut. Një ndër legjendat më të dashura të popullit tregon se dikur, dy male, Tomori dhe Shpiragu, ishin dy vëllezër të dashuruar pas së njëjtës vajzë. Në luftën që shpërtheu midis tyre, gurët dhe rufet fluturonin në qiell, duke tronditur tokën. Vajza, në dëshpërim, nisi të qaj pa ndalur. Lotët e saj, thon banorët, u kthye në luminosum, që ende sot ndan dy malet si një plagë e vjetër dashurie. Një histori e bukur, që për breza me radhë ka mbajtur gjallë misterin dhe poezinë e këtij vendi. Shpellat dhe zërat e nën tokës. Në faqet e Tomorit gjenden qindra shpella, disa të mëdha sa të strehonin fise të tëra. Në disa prej tyre, vizitorët tregojnë se kanë dëgjuar zëra të çuditshëm, si ehona që vijnë nga thellësia. Sipas banorëve, ato janë shpirtrat e atyre që kanë lënë zotime në mal dhe nuk i kanë përmbushur. Në disa raste, njerëzit kanë parë drita që lëvizin në errësirë, një fenomen i rrallë që askush se ka shpjeguar plotësisht. Disa thonë se është gaz natyror, të tjerë se është vetë shpirti i Tomorit që endet në errësirë. Tomori, mali që bashkon të gjithë. Nga ilirët e lashtë tek bektashint modern, nga legjendat popullore te kërkimet shkencore, Tomori ka mbetur një simbol i unitetit, besimit dhe misterit shqiptar. Nëse ndonjëherë ngjiteni në majën e Tomorit, mos prisni vetëm pamje. Prisni të ndjeni diçka ndryshe, një energji, një heshtje, një ndjenjë që s'mund të përshkruhet, sepse në këtë mal, historia, besimi dhe misteri përzihen në një mënyrë që vetëm shqiptarët mund ta kuptojnë plotësisht. Cili nga këto mistere ju bëri më shumë përshtypje? Na shkruani në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë video nga Fakte Morbid.